Pjesa e 3. 9. Detyrat kryesore islame. Islami bazohet mbi 5 shtylla kryesore. Ato janë: 1. Deklarimi i përkatësisë ndaj fesë islame, kelimatu shahadet. 2. Falja e namazit të obligueshëm, salat. 3. Agjërimi muajit Ramazan, saum. 4. Dhënia e zekatit nga pasuria, zekat. Dhe 5. Kryerja e haxhit për ata që kanë mundësi, haxh. 5 detyrat kryesore islame i quajmë rukne, shtyllat e islamit. Shtyllat islame janë të lidhura ngushtë me shtyllat e imanit, siç është shpirti me trupin, apo siç thotë Ebu Hanife, shpina me barkun. Zemra e tyre është kelime i shahadeti. Përkatësia islame deklarohet apo shprehet me shqiptimin e shahadetit.